Derisa koordinatori i Serbisë për kapitullin 35 të Konventës Kombëtare të Bashkimit Evropian Dragisha Miačić thot se drafti i konkluzioneve të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për politikën e zgjerimit tregon se nga Kosova me shumë gjas do të kërkohet formimi urgjent i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim nga viti 2013. I pyetur se si e konsideron ose komenton pjesën e draftit ku nënkuptohet që Serbia duhet të përmbahet nga kundërshtimi i anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, i njëjti thotë se bëhet fjalë për një obligim që Serbia ka pranuar tash me marrëveshjen e vitit 2023. Sipas tij, Serbia është zotuar se do t'i njohë dokumentat e të gjitha ekonomive të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe ato të Kosovës.